150 të arrestu në Kosovë për hajni. As një mërgjimtar. Se u patënqu pesh këta të opozitës, të thonë ja mërgjimtarët erdhen, votutën, na morën qafë edhe shkutën. Këta pevaqicat, të analistat e këta gazetarët njëjtin sen, erdhen gërbeqarët, na morën qafë, votutën nga Albinin edhe shkutën. Qëre ku po del e sopi tash. 150 në Kosovë hajna, që i ka rukë sot, veç sot, se tash nashta shkon edhe 300, 400, 1000. Po pse jeni hajna ju, na mërgjimtarët për qatë punë kena ardhë me votu Albin Kurtin që mos me lanë me vjedh juve opozit. Veç për që ta kena ardhë. Na nuk ju kena marrë në qafë juve. Na ju, në fakt ju kena marrë në qafë se si ju kena lanë me vjedh. Se ju të hajnia i keni atë problemin. Ju nuk i keni problemin të dashnia atë dheo të senet. Ju hajna, qeni pevaqica, qeni kukavica, qeni hajna. Ju problemin e keni të hajnia që nuk për len me vjedh Albini. Se juve me len me vjedh Albini, ju e votën edhe Albinin e vjosën e kejt. Po juve e vkanal. Do falenderu atë kërë prokurorin e Prizrenit, atë partrimi, Trem me Trima, një djalli ri i meqëm, Trem, patriot, që dënë venin e vetë, 150 i ka ngrej sot zhag, si kukavica, hajna, baba deputet, djalli janë një votat, që kjo është opozita, për që ta që këna votu në juve. Na s'muna me votu juve, baba deputet, djalli me një votat. Pa qysh shkon kjo sen kështu? Hajna. Po nuk shkon mërë 20 vjetë keni vjedh, edhe sot dilin na shit një moral, e na thoni që mërgjimtarët janë trunë shpërljom, erdhen votutën e shkutën e morën qafë. Jo, po hajde i ka, jetoni këtu. Jo, edhe na jetojmë atje, se kur të këshëm vjedh ka 200-300 hektar tokë, mi pas, unë e sot kisha shku, kisha jetu edhe unë në Kosovë. Tani kisha mi ble 13 centë, mi shit 7.000 euro. Mi pas një 25 banesa, ose një 4-5 ndërtesa me disë Prishtinës, që i keni vjedh. Gjithë kush i vjen, psa nuk vjena? Po s'mundet në orë, se s'mundet me vjedh. Dikan nuk e lena ndërgjegja. Ajo hajna po shijet, 150. Jo ka ngrej zhaga i krye prokurori, një tro, një plom njeri, zhaga ju ka ngrej, si pevaqica, vësh në përkëmbi. Edhe dini shit një moral hala, të sho mërgatën të thonë janë trunë shpërlam. Pse kena votu në Albinin, e si kena votu hajna të kur jo qeni. Po jo preran, po nuk shkon kështu. Jo, këtu pevaqicat, ani këta par gazetar, kur e shet, këta udbashat lirimin e batonin e beratin e atë tjetrin a i par mirenat që kemin, këta janë banhuk. 20 vjetë që ta njerës, su kur batonin e berati, kanë dhonë edhe kufeti kanë ndryshu. Këshiltarët numër 1 tash im thaqit Baton Agjiu, sa do këshiltari i Edi Ramës Shqipni, dënë me kallë Shqipnien krejt. Po ku qkel, ka ma këtyne e udbashav, këta ta djegën mbret tokën të hojna. Po qysh mirët njeri normal, Baton këshiltari kryesor, Baton Agjiu për mardhone me jashtë. Ti këqyre banë e mendash. Berat Buzhala, Lere Mehmeti, a i gërnoqi tjetër, krejt ta gazetarët, krejt milionera, krejt në korez tonin, edhe prap dolin e na shojnë. Pse na kena votu, se na e na trusht, ja po s'kin rrymë. Po 20 vjetë je kom bre në qeveri, pëse s'ke bon për rrymën. Po 20 vjetë je kom qeveri, pëse s'ke nalë hajnien, po gjithë veç të vjedh, edhe hala të vjedh.
Sa qene që mësuat me hongër atë pedini kanë, a nuk nalet, so mësu, edhe ju e një mësu me vjedh, ju ba Jehova e keni, ju s'muni më nalë ju. Kote keni se ju nuk muni më nalë, edhe 300 vjetë me pasimër, e një mësu ju me hongër. Nuk muni më nalë, jo kërqysh, se nuk ju shkon juve më nalë, ba Jehova e keni. Ama një dini që mërgatën e keni gjithmonë ato kur duhet me mbrojt Kosovën, na jem ato. Se dul që hajnien pëban jo, nuk pëban mërgata. Dul që 150 jeni në Kosovë që e tëni që ka ngrej zhag prokurori. I ka ngrej si pëbaqica i ka shti në këmbi, ka një klape. Pse një hajna, për që ata ke nërë me vëtu, se na dim që qëfar hajna e një. Se mos ta këshëm di që nuk e një hajna, nuk i këshëm dhonë rëndësi që ashtë shumë votës, po të dosh me ndryshu që mos me lonë me vjedh ma, jo për më rëndësi vina, votuna, kthehëm, shkona, se Kosova nuk është e juja, po është e jona. E jamja ati tjetrit, kur do që jeton, aje ka shpje në Kosovë, e ka një trull, e ka një vendlindje, e ka një varë, e ka një shaj që çdo herë kthehet edhe e shef. Ama, mos më dilni ma, jo për vaqica me dalë tash me thonë, jo po kena me shku në zgjedhje apet, se mërgata ka votu veç për Albin Kurti. Jo, më për vaqica, jo, Kukavica, që është farhajna e një, që është që mërë një qafë Kosovën. Jo i një gjenë në gjysën e Kosovës me dhonë veç me artejt e hajnia. Ani tash që jenë 4 miliard bugjeti. Po jo truni bre, jo qasë poshtër e një që truni jo. Jo të sakatën e burë me hajni. Po shqyqyr zote që popullin e kuptoj edhe ja dha Albinit votën, se jo me pasardh, kesh mi aftu 2 muj dit. Jas, nuk kesh vy ma shumë, 2 muj dit jo me konë qeveri, jo Kosovën e qetni për tuke. Vesh 2 muj dit. Nuk ka nevoj ma shumë jo, 2 muj. Qash hajnë atë flestini. Krejta krabani këshë pashti, ato me numru votat, të vjedh një një tjetrin, se jo qash hajnat kësheni që jo e vjedh një një tjetrin, jo veç Kosovën, kur nuk mëni Kosovën e vjedh një një tjetrin. Qaseni jo, nuk s'moni me ndryshu jo për pak. Jo keni vjedh edhe në Vorreza, edhe në përmendore, në lapidare, në spital, në shkollë, gjithkon, mos tini më shqit patriota. Unë e duhu që kënë, po me dashtu që kënë ti nuk e vjemar votën. S'mun është beti me dasht as shtetin, as plamurin, as u që kënë, as kërkonin, ti vidon veç paret, oj për vaqic, veç paret, kur gjo tjetër s'mun është ti me dasht me shumë. Milajm Zeka apo Milajm Zeza. Në për studiet televizione Patriot, kështu jashtë studiov dëshmitar i Hagës. Për këto që ka pëtham une, sot pas ka bëtu edhe një email zotrit Milajm Zeza, që është dërgu Hagës në 2021, si pas dëshmijes Vudi Gjemshitit. Aja pas ka zbëlu këtë email edhe e ka publiku. Emailë është këtu në telefon, kush do me pa mundët me pa dhe privat, muj me aqullë privat, po mundi me gjithë dhe direkt e Vudi Gjemshiti. Milajm Zeza pas ka folë këtu në këtë farë intervistën që pas ka dhonë për gjykatën e Hagës, pas ka folë për rastin e tina, për rastin e luftës të qykës në Koshare, qysh ka ndosht me arrestu atje në Koshare, pse ka bo filma edhe pse ka ngjizu
farkun e jo që kën. Masa ne pas ka folë edhe për punën e vizave që ka pas një problem me gjykatën me punën e vizave, ku akuzon Hashim Thaqin, se Hashim Thaqi bashkë me AKI-n pas kanë bon një marrëveshje që këta me kap, me përcjell edhe me gjetë një diçka që me burgos edhe me përfundu karrierën e këtina si gazetar, si gazetar shumë i meqëm. Tash kur del ky edhe qitet si gazetar, edhe qitet si patriot, edhe në këtë tjetër anë Tinza shkon, jep deklarata në Hagë atje, bëhet dëshmitar i Hagës, ecet dëra i bre këta Pevaqica. Unë besoj që nuk është i vetmi ky, se ki Beratin, e ki Batonin, e ki qëta Ljerimat, i ki krejt qëta gazetar që të Pevaqicat, këta jam i sigurt 100% që një ditë kanë me dal e-mailat ose mesazhet ose intervistat e tyne që kanë dhënë në Hagë, kundër AQK-s, jam i sigurt, po kur kanë me dal, ka dale, që pas kanë dal me lajm zezës, kanë me dal edhe atyne tjerve. Sa është ka laj me dal në televizor, më shqit patriot ato, ja unë e kështu, Albini është me Serbije, ne unë jam patriote, Albini punon kundër Kosovës, Albini punon kundër AQK-s, ama këta që punon kundër AQK-s, sot, kur i shena për televizion, se e kanë frigën që kanë me dal dokumentat, herdo kur do, kanë me dal për gjykatës, se ajo ke pun ka me dal haptas një dit. Kret dëshmi që në dhonë atje, kanë me dal, se nuk mund me majtë më sheftas ata ton jetën, një dit kanë me dal. Edhe për me lamot me shurë të gazetarët, kret ato dëshmi që kanë qu për para, tash dalin në për televizion edhe shqitin patriot të mbrojt Hashim Thaqin. Tash këqyre qfar njerës, qfar gazetar kev na, si Milaime, si Vebi Kajtazi, Berat Buzhala, e shumë tjerë që kanë qu dosje, e kanë maru dosje, e kanë falsifiku dosje, pro që kënë edhe sot në shqiten patriota. Para një 6-7 mujve, këm pas bon një video, në shta i ka një vjetë për Milajm Zezën, e kësh pas ble në 2001, në 2002, e kësh pas ble një shpi për një shkavit. Tash mu merdh shumë interesant adin, se një patriot, një luftëtar, një adhetar i qeshtjes kombëtare për 30 vjetë që ka punu për Kosovën, edhe quhet me pare veta, shkon e blen shtëpia në shkavit, ta merr mend që nuk ka shtëpia në Kosovë, s'ka pas shtëpia në shitje në Kosovë, veç e pas ka gjetë veç qatë shka me shku me ble shtëpia në shkavit. A knena në televizor, dilke theke, unë e kam nanën e humbën, unë e kam këta, unë e kam këta, unë e kështu, unë ashtu, anina knena. I njëjti patriot shkon e blen shtëpinë prej shkavit. Kur e kom pa që ta, kjo është deklarat e tina që ka thonë me një televizion Kosovës, se s'pe tham unë e ka thonë ai vetë, me emën e me mbjemën pe kuna ka ble atfar shtëpie, janë intervista tina është në televizion, nuk pe tham unë që për zbëlloj dishka të reja, unë veç pe e përsëriti, pe e kalzoj. E kur kena që si gazetar, që si Pevaqica, që si Otbasha që dolina për televizion edhe malujnë patriotin, e ta natën pënojnë me udbën e me bjen e Serbijës të janë dokumentat e poshtë për pjetë, blenë shpia e banesat e lokalet shkive, e nuk i blenë shqiptarit, veç është e shqiptarit nuk i blenë, sa i do me adhonë paret shkavit, qaj që ja ka ase të e din, për din, prej atynet, se nuk i blenë ta për shqiptarit, edhe falë me adhonë nuk i merë, këta patriotët nuk i marrin për shqiptarit, se kanë gjokin e shkavit, këta dojnë për shkavit, se më ju met një histori, më ju met një kujtim, që me thonë, një shka a kam
këtu na përkëqpi ka hec, ka bon buk, ka hungër buk, që tu ka fjet shkavi me ja kujtu ato konat e shpionazhe që i kanë buk ta farë qena. Se për ndryshën nuk mëj me kuptu, po tash ku të kthesh në tjetër non, ka njëherë edhe këti Albinit do të mi qumë mesazh me thonë Albin, o burë, ose ban dishka se leket punë krejt o burë. Në që se merë mandatin e dytë, ledhe këta qena, ledhe këta zagorë, mos i le më kanë bon si Big Brother Klan Serbia, kush quhet ato i pari del e shon mërgjimtarin, e shon kryeministrin, e shon Kosovën, shpionon për Kosovën, jep informacione Serbijës, krejt burr. A kem shtet, a kem prokuror, a kem gjykac, a kem najsen që këta njerëz, këta farë o të bosha, minale burr. Minale mos me dhon hapësirë, a ndashbre në të folin e të shkru në Facebookin e vetë. E ka privat ato, mune qka do me bon, e shkru në Facebook edhe u kry puna, se është privat. Në të ban në TikTok, në qet video, po në televizionet, televizionet janë komtare, janë të Kosovës, kësha. Po thonë që ashtu se a i klan Kosova është i Serbijës, ajo është i registrum në Serbi. Klan Kosova edhe YouTube-in e kesh me adresë në Serbi. Tash, që ata kum vërtetuone që edhe YouTube-in e kesh me adresat Serbijës. Po, për që ata të kena votu Albin, që ta hajna, që ta shpjuna, që ta të basha, mi nalë burë. Ves njake nalë, ves që atë shëhollin. Që ka me bu me njake, këta keqe se shëhollen. Këta bili janë madzi, se ajo është haptas. Po këta që më shifën që shto, këta janë shumë atë rrezikshëm se shëhollin. Dishka do të me bon burë. Ose për mshelëm kej shtetin për thëmë, hajtë, banë kush ka danë, edhe s'ka tjetër. Nuk shkon kjo ta njetën kështu me dëru shpionat e të bashat, me dëru 24 orë të nasha neve shqiptarve. Pse mërgata ka votu, vetë vendosin. Këta e në trunë shpërlojnë, ta lypin banë kështu, pip. Na kanë marrë në qafë. Po normal që kena marrë në qafë, se për shjetë që kena marrë në qafë, qëfar hajni e dul. Na primejo kena marrë në qafë juve hajna. Se s'po mundi me vjedhë, për që ata. Se ju se keni galen as të rrymës, as të ujtë, as bukës, as të Kosovës, as të kërkur, ju e keni probleme në veç të hajnijës, për që ata jo po tani na keni marrë në qafë. Ose këm ditë dhej para 2 dite kur dolen që të hajnit me vota, ato po se kushin jo. Pse na jo pas kë morë në qafë? Se hajni e madhe. E të kësha lutë Albin, tash mandatin e dytë, gjatë shkati do të me bo, për me nalë këtë farë trendi. Jo, për ndryshe, nuk ka vota. S'muna me votu në qëse të rënë qështu. Rëziko, shkarkoj, krejt, bam, shka bëdione, te edin shka banë. Amo, këta qena do të minalë, se këta janë plus, të akuzojnë Kosovën, e akuzojnë qeverien që janë kundra UÇK-s, e të njëjti që ta qena shkojnë dose në gjykatën e Hagës. Nuk shkojnë kështu.